Gostivari sot në këtë të njëjtë të 9 korrikut frymonte mes kujtimeve të ngjarjeve tragjike të vitit 1997. Televizioni Koha qëndroi në Gostivar për të marrë opinione nga qytetarët se si e kujtojnë këtë datë. Më të moshuarit e kujtonin këtë datë si pjesë të rezistencës shqiptare për të mbrojtur flamurin kombëtar dhe të drejtat e shqiptarëve. Të rinjt gjithashtu ishin të informuar për këtë ngjarje në bazë të rrëfimeve të baballarëve e gjyshërve të tyre. Gostivari sot përkujton 29 vjetorin e ngritjes së flamurit shqiptar në komunën dhe dhunën barbare të aparatit shtetëror të Maqedonisë kundër këtij vendimi të asaj kohe, ku në krye të komunës ishte Rufi Osmani. Sot do të anketojmë qytetarët e Gostivarit se a ju kujtohet si ditë ose si datë dhe çfarë mendojnë për këtë ngjarje. Gjatë ditës së ngjarjes ishte një turbulent pak më e madhe për shkak se ngreshte flamuri i jon kombëtar i cili me gjak është fitu. Edhe për atë shkak s'ka më respekt. Ka marrë pjesë vetë në të ngremjen e flamurit se jam aktivist i fshatit Raven. Dhe jetoj në Raven, mirë po problem nuk zgjidhet me këta njerëz. Nuk duhet të ketë viktima, për shkak se çdo gjë është edhe e jona, nuk është vetëm e Maqedonëve, por është edhe e jona. Edhe ne jetojmë këtu, edhe ne duhet t'i ndajmë të mirat dhe të këqijat me popullin Maqedon, por nuk pëjësin. Ajo ka konë punë simbolike, këpëtan. Me thënë punë e shqenë për kitë popullin të va. Na më se nuk e përmbajt, anë e tjetër problema. E duhet përmbajt, këpëtan. Nuk ishë populli kitë për të përmbajt. Disa ishin kundër, disa po. A ndodhe si punë të rëtheje edhe atë e gjeshtërunë. Osmanin këpëtan e më të rëtëvu se një njerë që i menqur, këpëtan, në popullë nuk e da. Dënë të shgënjeje, të heje një që është i pa aftë, këpëtan, pa pësej. Qa e punë ishte, të se shumë thëmë, a e meriton të shumë që e të boje, po nuk e lejau, nuk i dhanë për kraje. Në 97-ën ishin disa vite që Gostivari, Maqedonia, kishte dalur nga Jugoslavia. Edhe në atë kohë, me sa di unë, nuk kishte as të drejtën për të mbajtur flamurit në shtëpi apo në një vend tjetër. Me sa di unë, kanë qenë demonstrata për flamurin shqiptar. Akoma sot duhet të bëjmë demonstrata, sa më shumë protesta, edhe pas ngjarjeve që janë duke ndodhur në Tetov për ndryshimin e emrave dhe të sheshit nga sheshi Iliria në sheshin Marshal Tito, dhe besoj që akoma sot duhet të protestojmë akoma më shumë për të respektuar 100% marrëveshjet e orit, sepse nuk janë të respektuara 100% nga komuniteti maqedonase. Patjetër nuk është dashur që të jenë viktima, por në fakt protestat kanë qenë shumë të mira për historinë tonë si shqiptarët të Maqedonisë. Unë kam qenë këtu dhe kam qenë një kohë pak një dijavë brenda, si e dinti. Ne jetojmë në një shtet slap. Haptas, nuk ka atile. Se njeriu njerë ka lind njerë do të vdese, kuptava ja. Ne këto jenë gjishi stërgjishi jena me konë, nuk jena të ardhur, si thonë slavët, por ne jena autokton shqiptarë këtu, këte e në tërë shqiptare. Nuk ka qenë në regull, po armikun e këna pas gjithmonë prapje kena. A ne ishim pa qetër obligim, kombëtar, kështu. Rinia shqiptare në Maqedoninë e Veriut do të shonë në kamp. Kuptone e. Edhe ndebe në takujnë. Kupton? Të drejtat kombëtare nëse jena me një shtet demokratik. Po unë e them se kjo ala nuk ka shtet demokratik, arsye se këta slavët e kanë alat illin e komunizmit. Kupton? Këto flasin vetëm me gojë, por duhet vepër me vepru, këpëtone? Në këtë ditë në vitin 1997, Forcat Speciale Maqedonase ndërhyjnë me dhunë në komunën e Gostivarit duke hequr flamurin kombëtar shqiptar dhe arrestuar drejtuesit komunal të asaj kohe.
Përplasjet me protestuesit shqiptar rezultuan me pasoja të rënda. 3 qytetarë shqiptar humbën jetën, qindra të tjerë u plagosën dhe u arrestuan. Mes të arrestuarve ishin edhe kryetari i atëhershëm i komunës së Gostivarit Rufi Osmani dhe kryetari i Këshillit Komunal Refik Tauti. Ngjarja u shkaktua pas vendimit të autoriteteve komunale për të ngritur flamurin kombëtar shqiptar para komunës, gjë që u cilësua e paligjshme nga gjykata kushtetuese atëhershme e Maqedonisë. Ndërhyrja brutale e forcave policore u pasua nga dënime të ashpra për liderët shqiptar dhe reagime të shumta brenda dhe jashtë vendit. Organizatat shqiptare dhe përfaqësues të shoqërisë civile theksuan nevojën që kjo ngjarje të mos harrohet dhe të shërbejë si mësim për forcimin e bashkëjetesës, respektit për të drejtat e komuniteteve dhe për kujdes më të madh institucional ndaj simboleve kombëtare.